e cila nuk është e konkretizuar. Nuk mjafton që Kosova dhe Shqipëria të konsiderohen të përbashkëta për shkak që kanë vetëm një lëvizje të lirë kufitare ose diçka e tillë. Kosova dhe Shqipëria duhet të bashkëpunojnë edhe në fushën e cyber security, edhe në fushën e krimeve të ndryshme që kanë të bëjnë, po ashtu edhe në fushën e luftës hibride, po ashtu edhe në luftën e qertit të propagandës dhe në rezerva ushqimore, në rezerva të derivateve të ndryshme energjetike dhe në rezerva ushtarake, për shkak se përderisa të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe shumë analiza dhe raportet e institucioneve të inteligjencës nga Bashkimi Evropian dhe vendet të ndryshme parashojnë një eskalim të gjendjes globale në periudhën afat shkurtër ose afat mesëm, pra 3 deri në 5 vitet e ardhshme, atëherë kjo duhet të jetë një alarm dhe një çështje që duhet të ngrihen edhe shqiptarët dhe të reagojnë tek kësaj. Kosova dhe Shqipëria nëse marrin masat në formë të përbashkët, atëherë furnizimi do të jetë shumë më i lehtë dhe po ashtu edhe rujtja do të jetë shumë më e lehtë për shkak të kushteve të ndryshme që mund t'i ofrojnë dhe përparësive njëra me tjetrën. Përveç tjera, bashkëpunimi ju duhet të jetë diçka jashtëzakonisht natyral dhe jo në forma diplomatike ose në forma administrative të tilla që mund t'i parashikojmë me shtetet të tjera, dhe në këtë formë do të ishim edhe me të përgatitur për çdo eventualitet që mund të ndodhte. Sigurisht ne këto parashohim, por gjithmonë urojmë që mos të eskalojë ndonjë gjendje. E qartë. Në fakt, Kosova dhe Shqipëria